Francesca Murati, një nga figurat më të komentuar të edicionit të tretë të Big Brother Albania VIP, ka konfirmuar rolin e saj si opinioniste në fan club për Big Brother Albania VIP 5. Ai ka rrëfyer dhe momenti kur u kontaktua për pozicionin e ri. Sipas saj, vendimi për të pranuar erdhi pasi u sigurua për dinamikën profesionale me kolegun ose kolegen që do të jetë në kram. Big Brother ka një ndikim shumë të madh, është më i ndjekur në Shqipëri dhe ka një peshë të madhe. Eksperienca ime më ka bërë me një lëkurë shumë të fortë, nuk mund t'i pëlqej të gjithëve, por dua të ruaj balancën dhe të jap opinionin sa më të qarta, u shpreh ajo, e ftuar në Goca dhe Gra, duke theksuar se të kuptuarit e reagimeve të banorëve është thelbësor në rolin e opinionistit. Francesca shtoi gjithashtu se rikthimi i saj në format lidhet me aspektin estetik që ajo sjell, pasi veshja do të jetë një element garues në çdo të diel. Nga ana tjetër, personi që po flitet se do të jetë në krahun e saj si opinionist është Joz Marku, edhe pse i kontaktuar nga Goca dhe Gra, ai nuk tha as po as jo për këtë lajm që ka dalë për emrin e tij si opinionist, duke thënë që ende nuk e ka nënshkruar kontratën. Sa kaq, si moderatore e fan klubit, po flitet me dy emrave, Egli Tako dhe Sara Gjordeni.